Në fshatin Njuban të njësisë administrative Gurizi në bashkinë Shkodër kërkohet një vëmendje shtuar nga banorët për pastrimin e kanaleve kulluese. Sipas kryetarit të fshatit Njuban Ferdinand Jaku, është kryer një ndërhyrje nga Bashkia Shkodër dhe Bordi i Kollimit, por megjithatë nevojiten sërish punime të tjera për të garantuar funksionimin normal të kanaleve dhe për të shmangur përmbytjet. Momentalisht situata është e mirë, nuk kemi problematika, mund të kenë gjëra të vogla, por shërbimet ndaj kanaleve kulluese është shumë e rëndësishme. Është bërë një shërbim i vogël i kanalit Vadicë, por ne aktualisht kemi nevojë për kanalet kulluese të cilat pothuajse një pjesë e madhe janë të bllokuara. Ky vend ka nevojë për pastrimin e kanalit afër Hekurullës, është një kanal i madh i cili ndikon në shkarkimin e ujrave dhe në eliminimin e këtyre përmbytjeve. Presim me shpresë se ai kanal do pastrohet. Autoritetet vendore dhe banorët e zonës pritet të bashkëpunojnë në vijim për mirëmbajtjen e vazhdueshme të kanaleve kulluese në mënyrë që të parandalohet çdo situatë problematike gjatë sezonit të rreshjeve.